Në datën 20 shkurt 2026, njëri nga pjesëmarrësit do të kërkonte në Komisionin Prokurimeve Publike modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi. Kërkesa u hodh poshtë sepse Instituti Shëndetësor Publik e kishte qepur kostumin për Fatos Llashi. Dhe kur themi kostumin, kushtet për të fituar tenderin. Edhe kërkesa e bërë për anulimin e tenderit mori përgjigje negative në 5 maj 2026. E njëjta situatë, në të njëjtën tavolinë dhe në të njëjtën ditë dhe orar në tenderin loti 3, shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane në qarkun e Durrës, me fondin limit 113 milion lek. Megjithëse Loerma prezantoi ofertë shumë më të ulët, nuk u morën në konsiderat duke ia dhënë tenderin kompanisë Egjan Med SHPK. Akoma më flagrant është fakti i dhënies së tenderit për Fierin. Në procedurën loti 4, shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane në qarku Fier, kompania Fatos Llashit ka fituar me ofertën 140 milion lek. Pavarësisht denoncimit në Komisionin e Prokurimeve Publike, vendimi në favor të Fatos Llashit nuk ka ndryshuar. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin loti 1, shërbim dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane qarku Shkodër, me fond limit 60 milion lek. Procedura është shënuar nga Open Data Albania me flamur të kuq, pasi paraqet dyshime për korrupsion dhe favorizim fituesi. Oferta e Fatos Llashit ishte 10 milion lek më e shtrenjtë se sa më e ulta, por Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk i bëri përshtypje. Tenderi i dezinsektimit është i përvitshëm dhe është kthyer në aferë korrupsioni, ku paratë e marra për shërbimin nuk përdoren në luftën kundra mushkonjave.